To është ndjeni shumë mirë Federata e Futbollit, një investim që ka qenë jashtëzakonshëm ka refuzu. Ne kemi hyrë në planifikimin e fushave ndihmëse, sepse nuk mund zhvillohet ndeshja e futbollit në një fushë cilën 4-5 ekipe i zhvillojnë stërvitjet, sepse shkatërrohet ajo fushë, do ta kemi një fushë e cila i plotëson standardet e FIFA-s, pastaj të bëjmë fusha ndihmëse të cilat planifikojmë të kemi te ETC-ja, po te puset e ujit, si e quajnë në Lipjan, të kemi 2 fusha ndihmëse sportive, ta kemi gjithsesi një fushë sportive e cila do t'jetë te shkolla e Banullës atje, e vjetër e Banullës, do ta kemi stadiumin që do ta ndërtojmë për klubin e futbollit në Gadime dhe gjithsesi edhe për sporte tjera, sepse kur kam qenë kryetari i komunës ka qenë edhe sportet individuale, edhe gjimnastika, edhe boksi ka qenë i zhvilluar, ka qenë edhe sportet individuale, ndërsa tani nuk kemi më sporte individuale, ne do të insistojmë për mi zhvillu edhe këto sporte, do të ndërtojmë edhe salla sportive, gjithsesi në veçanti do të ndërtojmë sallën sportive në Gadime, e cila do t'i ketë spokun i mi ulse, sepse atje ka një klub të volejbollit i cili është i jashtëzakonshëm në Super League, siç e ka edhe Kraishta klubin Skënderbeu në Super League, do 2 klube të volejbollit. Pastaj kemi klubin e handbollit në Lugaxhi, i cili po ashtu është në Super League edhe i zhvillon gorat në Lipjan, një sallë e cila nuk i plotson kriteret për lojën e handbollit. Realisht sporti ka nevojë për shumë investime dhe duhet qasje drejt për drejt e komunës për sportin. Mësimi gjithditor, a është premtim për krejt shkollat e Lipjanit, apo synoni fillimisht në qytet? Se kam qenë kryetari i komunës kur ende nuk ka qenë kjo ide në asnjë komunë, ne kemi ndërtu 5 shkolla duke i përgatitur për këtë pilot projekt. Ky pilot projekt do të jetë në 3 shkolla, një në shkollën e Ismail Luma, e cila është në Lipjan, dhe 2 në shkollat fshatrave apo rurale. Kjo do të jetë pilot projekt, do ta shohim si po ecë, në Prishtinë ka ecë mirë, nuk janë anku se ka ecë keq. Ne do të provojmë në Lipjan me 3 shkolla, pastaj do ta zgjerojmë rrjetin. Sigurisht se do të ketë asistent, jo sepse nuk mund të punoj një mësimdhënës tërë ditën, po do të ketë asistentën e cili do të zhvilloj pastaj ato pjesë tjera përveç mësimdhënies që janë lojrat e ndryshme, kryerja e detyrave që i jepën nga mësimdhënësit, pjesa tjetër e mësimit do të jetë më shumë atraktiv për fëmijët dhe do të kenë edhe ushqimin aty në këto shkolla dhe do të shohim se si do të rrjedh zhvillimin këtu 3 pilot projekte të shkollave dhe do ta zgjerojmë rrjetin gjithsesi në pjesë tjera. Një prej ofertave tuaj për të pjesa e infrastrukturës është edhe trajtimi i lumit Sitnica. Lumi Sitnica ka qenë projekt në vitin 2012 të cilën ka financuar USAID-i amerikan. Ka qenë projekt detaj, i cili ka qenë jashtëzakonshëm, por që nuk është vënë asnjë lopat punë aty. Dhe realisht ne kemi rikthyer sepse unë jam për projektet mëdha. Unë jam interesuar për projektet mëdha dhe me bë Lipjani monument që mbahet mend si një monument i zhvilluar në kohën kur ka qeverisë zoti Buja. Dhe këto projekte gjitha që po i shihni janë projekte të cilat janë në kuadër të kostove që nuk e tejkalojnë buxhetin komunal për 4 vite. Mund bëhen me parate komunës, përveç që mund të ketë edhe investitorë tjerë. Ky projekt 1 kilometër ka pjesën urbane e cila do të jetë shumë atraktive edhe për të rit, edhe për plesh, sepse shetitën aty do të jetë edhe me ulse, edhe me lokale montazh. Unë po e marr një shembull, Prishtina i ka vendosur lokale montazh në shesh dhe i ka bërë ato kafeterit që zhvillojnë. Ne nuk e kemi këtë nevojë, ne kemi lumin Sitnica. Ne rreth lumit i vendosme ato lokale montazh, lokale drure, të cilat do ta zhvillojnë aktivitetin e tyre biznesor dhe do të zhvillohet edhe biznesi dhe rreth tyre do të kemi shëtitore të këmbësorëve, shëtitore të ciklistëve dhe atraktivitete tjera për rinin dhe është një projekt i jashtëzakonshëm. Përveç kësaj, është edhe çështje edhe e vëshimeve. Lumi Sitnica i vëshon mbi 400 hektar tokë. Rregullimi i shtratit Lumi Sitnica shpëton edhe tokën bujqësore ka mbi 400 hektar. Hekurudha. Po ashtu Hekurudha, një prej projekteve tuaja të premtuara. Pra, çfarë parashihet me këtë projekt? Te Hekurudha keni parasysh se është u investuar nga Bashkimi Evropian dhe është
një hekorudha cila do t'jetë shumë e rrezikshme. Shpejtësia e trenit që do të qarkulloj do t'jetë 100 deri 120 km. Prandaj kemi planifikuar me njëherë të hymë në projektin e nënkalimeve, edhe pse këto nënkalime ka qenë planifikuar qysh nga viti 2013 të hynë këto investime. Nënkalime do t'jenë në hekorudhë në rrugën që e lidh Lipione me udhkryqin e Janjevës, nënkalime cili do t'jetë për vetura dhe po ashtu me rrethotullimet që do të lidhen flotin Glogos me pjesën e qytetit që po e quajnë integrimin e pjesës KHB-a, siç e quajmë ne, ka ndërtesa AB-a. Pastaj është rrethotullim, nënkalimi tjetër që do të jetë do ta lidh Lipion me logjen e Aklopit, që është pjesë e qytetit, po ashtu një nënkalimi i cili shkon nën Hekorudhë dhe ndërlidhet me 2 rrethrotullime tjera që ndërlidhet me pjesën tjetër qytetit, dhe një nënkalim është nënkalim përkombësor dhe ciklistë e cila e lidh pjesën tjetër qytetin me sheshin Adem Jashari përmes nënkalimit përkombësor dhe ciklistë. Këto 3 nënkalime janë të parapome që të iket rrezikut dhe të integrohet qyteti i Lipionit, sepse është i ndorë ndysh nga Hekorudha. Oke, e fundit parkingjet, pra cila është zgjidhja juaj për parkingjet, pra një problem tashmë edhe për Lipionin, pra me qenë se edhe Lipioni është një prej komunave që është zgjeruar viteve të fundit, edhe në fakt është bërë një prej komunave, po themi nëse më herët Fushkosov vjen blej prona, pra për ata që s'kan arrit me blej pronat Prishtinë, tash Lipioni është një prej qendrave që atraktive në këtë aspekt. Spore për qaraj, kë parkingu nën toksor që është ndërtu, po të është pjesa ma atraktive e qytetit Lipionit, po të shpollë me dhonë investitorve me ligjin për partneritet publiko-privat, pa e dhonë asë një cent komuna do të ndërtoheshin 3 kotët e parkingjeve, një nën toksor dhe 2 mbi toksor. Po kjo nuk është vepru dhe ne s'jemi të interesuar me prish një investim publik. Ne kemi planifikuar edhe një pjesë të tregut ditor të ketë 2 kote në parkingje nën toksore, që janë 110 parkingje nën toksore. Po ashtu ka mundësi të parkingje mbi toksore, sepse ka hapësira komunale, në veçanti në hyrje të qytetit Lipionit, që e zgjidhin këtë problem. Dhe plani regulativ urban, që në atë kohë quhet plani regulativ urban, ka qenë një parapon që çdo ndërtesë me pas parkingjet për banorët rezident në podruma, apo nën tokë, dhe ishte zgjidh problemi i parkingjeve, sepse ata që jetojnë në Lipian duhet të kenë parkingjet në ndërtesat ku jetojnë. Po kjo nuk është respektu, është bërë një plan tjetër me harta zonale dhe është prisha e plani regulativ urban, edhe pse jashtëligjshëm, sepse në 2013 ka qenë plani zhvillimor komunal, do është në 2021 më bo plani zhvillimor komunal, e në fakt nuk është bërë, po ka kalu me planin e 2013 të hartat zonale që është kele ligjore, dhe me hartat zonale janë aprovu nga Ministria e Zhvillimit hapësinor, sepse ka qenë pushtet vetë LDK-ja në atë ku, dhe kanë hymë me harta zonale që kanë prish një plan regulativ jashtëzakonshëm urban, kanë bën ndërhyrje cilat e kanë qitë jashtë rregullave gjithë urbanizmin në Lipian, dhe sot kemi ndërtime të cilat janë tepër rënde e dëmtojnë qytetin e Lipionit.